Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kosova po hyn në një nga fazat më vendimtare të procesit për konstituimin e institucioneve të reja. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka paralajmëruar se seanca konstituive e kuvendit do të mbahet në fillim të muajit gusht. Megjithatë, partitë politike vazhdojnë të mbeten në pozicione të kundërta, pavarësisht thirrjeve për të shmangur bllokimin institucional dhe zgjedhjet e reja, ende nuk ka sinjale për një marrëveshje politike. Pezullimi i diskutimeve nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës se do të mbetet në opozitë bëjnë edhe më të vështirë sigurimin e 80 votave të nevojshme për zgjedhjen e presidentit. Forca e Sigurisë së Kosovës po shënon një kapitull të ri në historinë e saj ushtarake. Për herë të parë, kontingjenti FSK-s do të angazhohet në një mision të miratuar nga Kombet e Bashkuara, duke marrë pjesë në misionin ndërkombëtar stabilizues në Gazë. 4 pjesëtar të FSK-s tashmë janë nisur drejt Gazës, ndërsa pjesa tjetër e kontingjentit pritet të dislokohet pas përfundimit të koordinimeve të fundit me struktura drejtuese të misionit. Bordi i Paqes, i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka bërë të ditur se pjesëtarët e FSK-s do të angazhohen në mbështetje të përpjekjeve për siguri në Gazë, kryesisht në fushën e logjistikës dhe çështjeve civile, ndërsa shefja e kabinetit të ministrit në detyrë të mbrojtjes Liridon Agashi ka njoftuar se kontingjenti i Kosovës ka përfunduar të gjitha përgatitjet operacionale dhe logjistike për mision. Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin tonë gjatë ditëve të fundit kanë shtyrë Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të lëshojë një alarm urgjent për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Sipas ekspertëve shëndetësor, kjo valë e të nxehtit paraqet rrezik serioz për organizimin, veçanërisht për kategoritë më të ndjeshme si fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. E temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit nuk po shkaktojnë vetëm rrezik nga të nxehtit, por edhe një shtim të ndjeshëm të infeksioneve virale si te fëmijët ashtu edhe te të rriturit. Mjekët raportojnë një rritje të numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore me simptoma si temperaturë e lartë, diarre, të vjella, dhimbje fyti dhe koll. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka refuzuar kërkesën për leje mjedisore për hidrocentralin Lumbardi 2 në Deçan, kompanisë austriake Kelkos Energy. Ky hidrocentral ka qenë prej vitesh në qendër të kritikave nga banorët lokal, shkaku i mos rehabilitimit të ambientit dhe dëmeve të shkaktuara në zallën e Rupës. Refuzimi bazohet në ligjin në fuqi për vlerësimin e ndikimit në mjedis, ku citohet se çdo ndryshim apo zgjerim i projekteve që mund të sjellë ndotje ose rrezik për shëndetin e njeriut duhet të nënshtrohet ekzaminimit rast për rast. Përderisa për hidrocentralin Lumbardi 2 leja u refuzua, Ministria së Fundmi ka aprovuar vazhdimin e lejeve mjedisore për 2 hidrocentrale të tjera po të njëjtit operator.